midis nesh dhe shtetit, se Partia Socialiste ishte një me shtetin, faktikisht nuk kishte zgjedhje. Por, siç e kishim njoftuar dhe që Këshilli Kryesia është mbledh periodikisht, nuk është marrë, thash, ka qenë një kohë e vendimeve të pakta, sepse përqendrimi ynë total ka qenë në mbrojtjen e votës. Tani, pa diskutim, që këte forum, këte organ, dhe të gjitha organet e partisë, nuk mund t'i pengoj asgjë, pa bërë debatin më serioz, më të përgjegjshëm, më të mirë, analizën më të shkëlqyrë që është bërë ndonjëherë, dhe kjo me qëllimin më kryesor për një parti demokratike që rrëzon këtë regjim. Si kushti gjitha kushteve për të patur zgjedhje të lira. Pra, ne vim sot në provën tonë më të madhe, para vetës sonë, para fëmijëve tanë, para shqiptarëve, para kombit, para vendit. Jo të pakt janë ata që nuk kanë realizuar se kjo është një diktaturë, e cila e shtyp pluralizmin. Dhe këte jo se e them unë, po këte tashmë e thonë 7 rezoluta ndërkombëtare. Jo të pakt janë ata të cilët nuk kanë realizuar se kjo është një diktaturë që përdor institucionet për të shtypur pluralizmin. Këte e konfirmojnë 7 rezoluta ndërkombëtare. Por, në të gjithë këte situatë, Partia Demokratike qëndroi dhe të qëndroi fuqishëm. Kjo mbledhje që jemi të sinqert me ju, duhet este në këtë drejtim, detyrohemi për shkak të situatës emergjente të krijuar një agjendë të parashikuar për sot, ta shtyjmë për një mbledhje tjetër të afërt dhe të përqendrohemi të tërë në përgatitjen e përgjigjes që duhet të japim ne. Kësaj kalpsire që kundërmon në gjithë botën, kësaj organizate kriminale që nuk ka kushtetut ligj as moral, dhe e cila është aftë të bëjë çdo gjë, Edi Rama është i aftë të bëjë çdo gjë për të qëndruar në pushtet. Tani është radha jonë, është ora jonë. Ora e demokratëve gjenë në largimin e tij. Nuk ka asnjë alternativë tjetër.